Edhe e rrezikojnë perspektivën e Republikës Kosovës. Svajo, a është gjithçka e përfunduar sa i përket mundësisë që të ketë Kurti 3 pa shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, apo jo? Sa di unë në diskrecionin e presidentes është me jep edhe njëherë mundësinë me bo qeverinë, ose mundet edhe me adhon kushte dëshmon që i ka numrat, po. Kushte dëshmon që i ka numrat, por ka mundësi, dhe më thonë se binden që opozita ka mundësi me bo qeveri në rast se nuk do të ishte zgjedhja e presidentit, e cila dhe më thonë një qeveri të tillë nuk ishte me zgjatë më shumë se 2-3 muaj. Ata thjesht mujnë me bo qeverin 52 deputet kanë, plus lista sërbë i ka 9, bëjnë 6 Asë opozita nuk do bashkëpunim me listën sërbë, koalicion. Leti ato që dona nuk kanë dosht mu blamirat, nuk kanë dosht mu me tregu letrat para se me ndodhë kjo, po nëse në zgjedhjet e ardhshme për shembull, ndodhë një sen e tillë, ata kanë bo me lista sërbë edhe është këtë normale. Kështu që ato mundet me nëzohë Albin Kurti në befasi edhe mu kry kjo punët. Për shumë nëse i bojnë numrat për me zgjedhë edhe presidentin edhe me shku në të tje. Kështu që se kanë fare gajle ato që me bo koalicion me lista sërbën. Ma do të bënin tani, po mendoj, si kur mos ishte afatit e për i shkurt i këtij mandatit qeverisës. Edhe nuk është sigurt edhe që nuk e bojnë edhe për këtë qoftë edhe për një mandat ka shpuar. Sidomos nëse ka ndonjë plan me kopë me shtin Borg Albin Kurtin edhe me thonë tani mos anenaj me shkatru vetë vendosë. Ka ndonjë plan apo nëse ka ndonjë plan? Nëse kanë, që edhe mundën me bo, sepse në momentin që hjekun për pushteti, pastaj letë është ndryshe ka pas zërë, po mdoj kur s'ka qenë pushtet, s'kan pas ku me janë gjitë. Po më dojhede për i shërendit e qëtësisë publike, kanë shti 38 Borg, u dalë për burgu, prap, a i ka bo të losh, po më doj këto partitë në pushtet. Po tash, për shambull, s'ka lidhja ako baza, s'ka baza, sen kur ti ki ndorë prokurorët e kapun, kur ki një gjyqësit kapun, shko në rast njerën 10-15 vjetë në Borg, aty edhe e shkatron partinë. Nëse mjafton vetëm me hjek për pushtetje. Unë nuk e di kush do të mund të organizon të protestat, për shembull në vetëvendosin në rast se do të ndodhte për shembull nëse mos ishte edhe Albert Vogri, ja? Po se di unë për protesta, po hallin e profesorit, po vetëvendosin. As pari shpresoj që nuk do të ketë nevojë edhe nuk pres që do të ketë nevojë, se po ndërpres profesor, po nëse ndonjëherë e lyp situata